Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani hudhër rrestëll çdo mëngjes, nuk do ta besoni se çfarë i ndodh trupit tuaj. Kur mendoni për ushqimet që duhet të hani me stomakun bosh, hudhra është e fundit që u vjen ndërmend. Megjithatë, sipas ekspertëve të mjekësisë popullore, kjo perime është e pasur dhe duhet të hahet në mëngjes. Ekspertët kanë kryer shumë studime sipas të cilave njeriu duhet të konsumojë hudhër të përpunuar sesa të hajë ose të pijë. Në këtë mënyrë, edhe krejt e vetme, hudhra do të ketë aftësi më të forta kundër mikrobeve dhe infeksioneve. Kjo ndodh sepse ju jeni pa ngrënë, bakteriet janë në tejet e ekspozuara dhe në brishtësi. Në këtë video, sipas health.com, do të gjeni arsyet pse hudhra duhet të hahet me stomakun bosh. Sipas të dhënave, hudhra, duke ngrënë me stomakun bosh, mund të largojë simptomat e hipertensionit, të rregullojë tensionin e gjakut dhe të nxjisë funksionet normale të mëlçisë. Ajo është ideale kundër problemeve me stomakun, sidomos diares. Ajo promovon një tretje të shkëlqyer dhe një oreks të mirë. Hudhra vjen në ndihmë edhe kundër stresit dhe nervozizmit. Jo pa arsye, hudhra është e njohur gjithashtu si një ushqim me aftësi shëruese. Në mjekësinë popullore, ajo konsiderohet një nga ushqimet më të mira në pastrimin e organizmit. Por cilat janë përfitimet e tjera që vijnë nga përdorimi i hudhrës? Sipas të dhënave, hudhra është e shkëlqyer për shëndetin e rrugëve të frymëmarrjes. Ajo është efikase në parandalimin dhe lehtësimin e problemeve të astmës, bronkitit dhe kollës. Efikasiteti i hudhrës është më i lartë nëse hahet të gjallë ose pjekur në furrë. Atë mund ta përdorin edhe në përgatitjen e pomadave, të cilat përdoren në rast të ftohjes. Hudhra mund të përdoret edhe në rastin e dhimbjeve të dhëmbit, duke vendosur gjysmën e një thelbi hudhër mbi dhëmball. Nëse ju dhem veshje, mund të shtrydhni pak hudhër dhe ta hidhni atë 1 ose 2 pika në veshin ku keni dhimbje. Kjo do të jetë një zgjidhje shumë e mirë, por hudhra duhet të përdoret gjithmonë me kujdes, për të evituar kështu gabimet që mund të bëni me përdorimin e saj. Nëse hani hudhër të papërpunuar, mos harroni se duhet ta shtypni ose ta grini për ta aktivizuar kështu të gjitha vetitë e saj shëruese. Konsumi i hudhrës mund të jetë i mirë për trurin tuaj, veçanërisht me moshën. Përbërjet e hudhrës përmirësojnë bakteriet e zorëve dhe kujtesën. Hudhra është e çmuar që në kohët e lashta dhe është e mirë për zemrën e shkëlqyeshme për të luftuar infeksionet e të tjera. Studimi i paraqitur nga takimi vjetor i Shoqatës Fiziologjike Amerikane në vitin 2019 konfirmoi statusin e hudhrës si një super ushqim, ndërsa mbështet edhe vetitë e saj të fuqishme medicinale. Rezultatet tregojnë se konsumi i ushqimeve me hudhër që përmbajnë sulfat mund të ruajnë shëndetin e zorëve dhe të përmirësojnë funksionin e njohës të njerëzve të moshuar, citojnë autorët e studimit. Marrëdhënia midis bakterieve të zorëve dhe shëndetit të sistemit nervor është e njohur për një kohë të gjatë. Për shembull, te njerëzit me demencë, përbërja e mikroflorës së zorëve ndryshon nga personat e shëndetshëm. Studimi përdori hudhër të freskët dhe më pas hudhër të vjetër, për të ekzaminuar komponentët që vijnë nga hudhra në trup. Më pas u zbulua se këto komponentë krijuar nga hudhra në trup mund të mbrojnë trurin në disa mënyra. Ajo mbron nga sëmundjet neurodegeneruese, parandalon dëmtimet e trurit pas ishemisë, mbron qelizat nervore nga apoptoza, parandalon humbjen e qelizave antioksiduese të shkaktuar nga beta-amiloid. Për më tepër, trajtimi me këtë përbërës të hudhrës parandalon degenerimin e lobit frontal të trurit, përmirëson të mësuarin, ruan kujtesën dhe gjithashtu rritje gjatësinë, citojnë ekspertët. Hudhra gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për zemrën. Ajo është e njohur në parandalimin dhe trajtimin e një game të gjerë të problemeve tuaja shëndetësore, duke ndikuar kështu përfshirë arteriosklerozën, trombozën, presionin e lartë dhe diabetin. Jo vetëm që rrit sistemin imunitar, rrit detoksifikimin dhe ka aktivitet antimikrobike. Ka veti të fuqishme antioksiduese që përmirësojnë shëndetin. Përveç kësaj, marrja e ekstraktit të hudhrës ka efekte mbrojtëse në elasticitetin e aortës. Aorta është arteria më e madhe që ka në detyrë transportin e gjakut nga zemra në pjesë të tjera të trupit. Me kalimin e kohës, ngurtësia e aortës ndodh për shkak të moshës, por edhe për shkak të rrezikut të sëmundjeve të zemrës, arrestit kardiak dhe sulmit në tru. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, ndaj dhe ekspertët këshillojnë në përdorimin e saj gjithmonë brenda normave të lejuara. Hudhra është një produkt mjaft i shëndetshëm.
Përfitime shëndetësore nga konsumi i saj janë të shumta, ja disa prej saj sipas Health.com, që mund t'i ofrojë trupit tuaj konsumin të paktën një thelpi hudhër në ditë. Ul presionin e lartë të gjakut. Nëse keni presion të lartë të gjakut, një thelpi hudhër duhet të shtohet në darkën tuaj. Hudhra ka efekte pozitive për zemrën, madje edhe për enët tuaja të gjakut. Hudhra do të ulë kështu presionin e gjakut dhe do të sjellë rezultate më të mira në shëndetin tuaj në parandalimin e këtyre shqetësimeve mjaft të forta. Pengon pickimet nga mushkonjat. Mushkonjat e ndjejnë aromën e hudhrës. Nëse ju lyeni lëkurën tuaj me hudhër, atëherë mushkonjat nuk do t'i afrohen dhe nuk do të pickojnë lëkurën tuaj. Hudhra e bën më mirë shëndetin e lëkurës. Hudhra përmban shumë antioksidantë të cilët kanë funksione anti-inflamatore, plus hudhra gjithashtu ka veti antimikrobale që do të thotë se ka një funksion dizinfektues dhe shërues. Kjo është një arsye pse duhet të lyeni puçrat me lëng hudhre. Ajo përmirëson sistemin imunitar. Hudhra është e mirë për sistemin imun. Studiuesit nga Universiteti i Mjekësisë në Maryland zbuluan se nëse hani çdo ditë një thelpi hudhër për 12 javë, do të përmirësoni ftohjen me 63%. Ajo pengon rrënjen e flokut. Hudhra nuk lejon që t'ju bien flokët. Ju mund të aplikoni hudhrën në kokë duke aplikuar në flok. Duhet të dini që hudhra nuk ndalon rrënjen gjenetike të flokut, por mund të ndihmojë që t'ju bjerë floku nga mungesa e vitaminave. Hudhra mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dietën tuaj, dhe si e tillë do të jetë gjithashtu një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin. Hudhra është një eliksir për shëndetin dhe organizmin tonë. Antiseptike dhe antireumatike, nga mbron nga ulça arterioskleroza, heq lodhjen dhe për më tepër, ajo ofron veti të mira për shëndetin. Ja arsyet pse duhet të mos neglizhoni nga dieta juaj konsumin e hudhrës. Ajo bën shumë mirë. Kujt do t'i shkonte në mendje se hudhra, aq e rryer për shumë vet, në të vërtetë është tejet e shëndetshme. Falë garlicinës me fuqi antibiotiku, alicinës dhe vitaminës A, B dhe C, hudhra aktivizon metabolizmin dhe mund të ndihmojë në parandalimin e radikaleve të lira që mund të shkaktohen nga substancat e pranishme në florën bakteriane. Kjo lloj bime, e cila lulëzon me një lule shumë të bukur me ngjyrë të bardhë dhe me tonalitet ngjyrë vjollc, ndihmon në dizinfektimin e organizmit. Cilësitë terapeutike të hudhrës janë të njohur prej mijëra vitesh. Antropologët kanë zbuluar përdorimin e saj edhe te populli antik. Në vende të ndryshme të botës, hudhra ishte e njohur për trajtimin e infeksioneve dhe ftohjeve. Me pak fjalë, ajo është me virtyte të mira në këtë drejtim. Hudhra është një furçë autentike për organizmin pasi ndihmon në pastrimin e gjakut dhe të arterieve. Ndërkohë, është në gjendje të nxjerrë nga trupi ynë disa metale të rënda si mërkuri dhe kadiumi, si dhe të mos mjaftojë kjo, lufton mbajtjen e ujit duke përmirësuar funksionin e veshkave dhe mbi të gjitha. Celuliti i ka orët e numëruara. Hudhra cilësohet si eliksir i rinisë. Hudhra është një antiinflamator efikas dhe është shumë i mirë kundër plakjes së arterieve dhe qelizave të trurit, dhe na mban më të rinj dhe më të aftë për më shumë gjatë. Gjithashtu hudhra normalizon rrahjet e zemrës dhe jep një tonifikim dhe vitalitet. Hudhra nuk duhet të jetë vetëm pjesë e tryezës, por shumë më shumë. Mënyra më e mirë për të konsumuar hudhrën është duke e shtuar në ushqime të skuqura në mish, në perime dhe për t'i dhënë një shije unike. Çipat e jashtëm të thelpin të hudhrës përbërësve aktiv janë gjithashtu një zgjidhje e mirë. Për të evituar erën e shumë të fortë të tyre, mund të lësh hudhrën pa e coptëzuar dhe ta gatoni ashtu. Në përgjithësi është gjithmonë e preferuar të evitosh skuqjen e tepërt dhe nëse është e mundur, ta konsumoni hudhrën e gjallë, mbase duke shtuar në salca të domates së freskët ose duke e ngrirë sipër fetave të bukës dhe më pas me vaj ulliri për një vak të shijshëm dhe të thjeshtë. Sigurisht aroma e hudhrës nuk do të jetë një zgjidhje e mirë, por mund ta largoni atë duke përtypur në energji. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.